Sepse mund të marrësh sulme nga të tjerët, mund të krijon dinamika të reja, etc. Këtë lloj gjëje. Nëse më konvenon situata, i bi që unë tani të të manipuloj dhe të mbush mendjen për të mos ta stopuar. Gjë që s'po e bëj. Po bëj atë që Prandaj dhe unë nuk të drejtova me sulm, ti po e bën këtë qëllimisht dhe po e bën për lojë, prandaj po bëjmë një bisedë shumë të mirë kuptueshme nga të dy anët. Unë jam ndjerë kështu edhe nuk e lejoj që të ndjej këto gjëra vetes. Shumë mirë. E respektoj. Faleminderit. Patjetër që e respektoj. Kam thënë, dukesh vlerësoj shumë si gocë dhe si thush, e kisha qef të vazhdoj të njëfja për te këtyre muajve. Dhe në këtyre muajve? Ka dhe diçka. Ajo që kam ndjerë unë të paktën është që bisedat tona deri diku kanë qenë të vakta. Do ta shpjegoj edhe këtë pse. Pse? Do ta shpjegoj më vonë. Kur më vonë? Më vonë? Jemi në zëtimtin? Po, mirë do ishe të sqaroheshim tani që po flasim për këtë. Ja, më vonë. Nuk të bën sens ta thuash tani? Pse? Po s'kam pyet pse, po më ke thënë do të them diçka më vonë, s'kam thënë pse s'ma thë tani. Jo, po unë doja ta dija tani. Edhe unë do doja të them më vonë. Si dhe bën. Po, unë doja ta di tani. Ta them dot. Nuk ta them dot. Unë nuk jam se Mendon që është thënë kam diçka që nuk ta them dot tani, s'kam thënë unë dua të. Po nuk dua t'i shtoj më asgjë, prandaj. Dua. Sqarojmë tani. Të ndihmoj dot tu. Ti të ndihmoj dot. Nuk e kuptoj çfarë arsye mund të ketë qenë që nuk e thua dot tani. Do marrësh vesh më vonë. Mirë, unë vetëm po e nënvizoj si Po, gjë. mbaj kështu. Mbaj në memorie. Po nënvizoj që kjo është një arsye tjetër pse unë nuk jam ndjer mirë. Ka shumë gjëra në fakt, po ta shikosh ndoshta edhe nga një sy jashtëm, që unë mundova ta shikoj një gjë dje dhe sot. Ka shumë gjëra që calojnë. Që patjetër për çdo gjë ka një arsye. Apo këtë që më numërove ato të tjera. Arsye të tjera apo këtë që më the? Këto. Po e të tjera, të ndihet si një mur. Që nuk e din qofse e vendos ti, e vendos unë, apo Jo, besoj se e kam vendosur. e vendoset vetë.